Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirex Filmeta. Biden me porositë e qarta kërkohet për mbyllja e demarkacionit dhe asociacionit. Interpelancat e kryeministrit, kryesia e kuvendit i vendos në rendite papëlqimin e Mustafës. Feronikeli Pezull, punëtorët nuk largohen nga puna, as nuk ju vazhdohen kontratat. Kërkohet mbështetje financiare nga ministri Abdullahoti për shpellën e Gadimës. Mirëmbrëma të nderuar shikues, këto janë lajmet qendrore në Tribuna Channel. Joe Biden, zëvendës presidenti i SBA-s, ka porositur institucionet vendore ta miratojnë demarkacionin, ta krijojnë asociacionin e komunave serbe, ta luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, si dhe të ndjekin rrugën e pajtimit me Serbinë. Disa hera i përsëriti se dhuna në Kosovë nuk duhet të përdoret si mjet për arritjen e qëllimeve politike. Briti mbrëm vonë aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari e u prit me nderime të larta shtetërore. Zëvendës presidentin Amerikan Joe Biden bashkë me gruan dhe një prit e tij doli ta presë edhe kampionja olimpike Majlinda Kelmendi. Për të ai pati një dhuratë speciale, hiç më pak se temën shtetërore të SBA-s. Vizita e dytë e tij në Kosovë u shoqërua në masa të rrepta të sigurisë. Sheshet e Prishtinës u bllokuan nga autoblindat të policisë së Kosovës. Numër i madh i policëve të njësisë speciale të policisë së Kosovës kujdestaruan gjatë tërë natës para hotelit ku njeriu i dytë i SBA-s kaloi natën. Edhe gazetarët qysh në orën 7 të mëngjesit të së mërkurës ishin në kuvend, e para orës 9 Biden erdhi në kuvendin e Kosovës. Takimin e parë realizoi me kryeministrin Isa Mustafa, por deklarime për media nuk pati. E shtrëngime duar shpati edhe me kreun e kuvendit Kadri Veseli. Përderisa takimi me presidentin Hashim Thaçi zgjati më shumë se një orë, takimi me kryeministrin Isa Mustafa ishte më i shkurtë. Të dy bashk presidenti Hashim Thaçi e Joe Biden mbajtën një konferencë për media. Zëvendës presidenti foli për dy tema që pozitë e opozitë nuk po mund të merren vesh tash të një vit, asociacionin dhe demarkacionin. Madja ishte i prerë në qëndrime. Edhe pse një grup i vogël po e kundërshton marrëveshjen, ju duhet ta ratifikoni. Edhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është proces i vështirë, por duhet e ecur përpara. Ju duhet t'u përmbahani zotimeve të bëra gjatë dialogut në Bruksel. Se marrëveshja do të ratifikohet më 1 shtator, edhe kur është planifikuar seanca për këtë çështje, garantoi presidenti Hashim Thaçi. Ai edhe paralajmëroi qytetarët se çka i pret nëse këto dy marrëveshje nuk kalojnë. Pa kalimin e demarkacionit pavjes kufitare në mes Republikës së Kosovës dhe Malit e Zi, dhe pa formimin e asociacionit e komunave me shumicë serbe sipas kushtetuesës dhe ligjeve të Kosovës, Kosova do të mbetet e vetmuar dhe izoluar nga bota, apo e lënë anash edhe nga SBA-t edhe nga Brukseli. Edhe pse mori garanci për zbatim të marrëveshjeve, Biden akuzoi opozitën për veprimet e tyre. Përdorimi i dhunës dhe kërcënimeve është e patolerueshme në secilën shoqëri demokratike. Politika nuk duhet të shihet për interesa personale, por për të mirën e përgjithshme. Përderisa ka lavdruar punën e institucioneve në luftën kundër terrorizmit, duke bërë thirrje që të gjithë të dinë për këtë çështje, ai ka kërkuar që të luftohet krimi e korrupsioni. Korrupsioni është kancer dhe nëse nuk e trajtoni këtë, atëherë mundësia që Kosova të ecë përpara nuk është e mundur. Duhet të heqni të gjitha pengesat në kodin penal dhe t'i ndaloni personat që janë të përfshirë në sistemin publik, që janë të përfshirë në korrupsion. Edhe në luftën kundër krimit e korrupsionit, Biden mori garanci nga presidenti Hashim Thaçi. Duhet të punojmë më shumë në luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Por ne nuk jemi duke heshtur në këtë drejtim. Përkundrazi, me ndihmën e partnerëve tanë, jemi duke punuar shumë që Kosova të bëhet shembull i një shteti ku respektohen të drejtat njerëzore dhe ku sundon rendi dhe ligji.
Pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve do të ndodhë, është shprehur i bindur presidenti Thaçi. Këtë pajtim e kërkoi edhe zëvendësi Barack Obamas, edhe pse tha se plagat janë të freskëta, por duhet shikuar nga ardhmja e duhet bashkëpunuar edhe me ish-armiqet. Para se të vinë në Kosovë, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden qëndroi në Beograd. Kjo vizitë u cilësua si mbështetje për aspiratat e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Ish-presidenti a Kosovës Atifeti Jahjaga ka thënë se Kosova sot e dëshmoi që është aleati kryesor i SBA-ve në rajon, duke vazhduar thellimin e miqësisë. Jahjaga ka shkruar se do të jemi përjetësisht mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që na mbështetën në përpjekjen tonë për të ndërtuar shtet të lirë dhe të pavarur. Jam jashtëzakonisht e lumtur që zëvendës presidenti amerikan Joe Biden me familje erdhën në Kosovë për të inauguruar rrugën dedikuar djalit të tij të ndjer Beau Biden, i cili kontriboi që në ditët e para të lirisë të ndërtojë institucionet të drejtësisë që do të forconin shtetin ligjor, ka thënë Jahjaga. Ishe para vendit ka thënë se do ta kujtojë gjithjetën takimin me Biden, duke e vlerësuar si takim me shumë emocione dorëzimin e vendimit për emrimin e rrugës për të nderuar atë që besua në fuqinë e shoqërisë tonë për të krijuar vend të lirë të njerëzve të barabartë. Rruga nacionale që lidh Gjilanin me Ferizajin është emëruar sot zyrtarisht me emrin Joseph Beau Biden, në nder të djalit të ndjer të zëvendës presidentit amerikan Joe Biden. Vetë zëvendës presidenti me gruan dhe familjen e ngushtë ka marrë pjesë në ceremoninë e përurimit, duke shprehur falënderim të madh për Kosovën për nderin që i kanë bërë atij dhe familjes së tij. Shikues të nderuar, këtë kronik do të mund ta ndiqni më një herë pas pak, ndërsa ne vazhdojmë me rrjedhën e edicionit. Mesazhet gjatë vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë po shihen si të padiskutueshme dhe se vizita e tij në Kosovë dhe Serbi po shihet si një fillim i një niveli tjetër të normalizimit mes dy vendeve, ndërsa për partitë opozitare komentet e Biden kanë qenë në drejtim të pushtetarëve, por janë të vendosur në kundërshtimin e marrëveshjes aktuale për vijën kufitare me Malin e Zi. Mesazhet e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden, opozita po i konsideron se i dedikohen personave që i pat në agjendën e takimit, ndërsa ardha e Bidenit në Serbi dhe Kosovë përcjell mesazhin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Muharrem Nita, i zëdhënësi i AK-s, thotë se qysh para një viti edhe kjo parti ka kërkuar me ngulm që të zgjidhet me urgjencë çështja e demarkacionit, e cila është me interes të stabilitetit dhe prosperitetit të vendit dhe rajonit. Qeveria ka mundur deri më tash ta kishte zgjidhur këtë çështje, por ajo është vonuar. Besojmë që ka ende kohë hapësirë që të korrigjohen gabimet që janë bërë në shënimin e kufirit dhe të ratifikohet marrëveshja. Haxhi Shola nga Nisma për Kosovën përmes telefonit vlerëson se komentet e Bidenit do duhet të respektonte pozita, sidomos mesazhin që lidhet me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Vizitën e tij që ka pasur Kosovë ka lënë mesazhe të qarta për qeveritarët e tanë, të cilët besoj që ata kanë marrë mesazhin e qartë, por si mo ta vëshin mesazhin e qartë ato qysh njavën e edhe kjo do të jepën vetë drejtë sepse vetë ata të cilët kanë organizuar krimin e mirën me krim të organizuar dhe korrupsion në vend. Njëkohësisht ne pajtohem që demarkacioni duhet të kryhet, sepse jo vetëm me Malin e Zi, por duhet të kryhet edhe me Serbinë, por jo në këtë formë të cilën ai nuk e ka dhënë në këtë formë. E për komentet e Bidenit reagoi edhe deputeti i opozitës nga LDK-ja, Shpëtim Bulliqi, njëri ndër ekspertët më të zëshëm kundër demarkacionit aktual me Malin e Zi. Nga kjo që e dëgjuam nga nën presidenti amerikan, po del se miqtë amerikan nuk na i kanë prerë teshat, po duket që ne vetvetit po dëshirojmë të ja presim. Frashër Krasniqi nga vetëvendosja thotë se Biden është dashur të fillonte nga pushtetarët që të luftojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Pavarësisht mesazheve të Bidenit, Krasniqi thotë se opozita do të vazhdojë të kundërshtojë marrëveshjet aktuale që përcaktojnë vijën kufitare me Malin e Zi. Ndërsa Ibrahim Gashi, analist politik, thotë se mesazhet ishin të qarta për sfidat aktuale, të cilat Kosova duhet i përmbyll. Mendoj që ishin mesazhe shumë të qarta edhe sa i përket detyrave të përkatësisht sfidave që i ka Kosova aktualisht, që është edhe demarkacioni edhe krimi i asociacionit. Mendoj që janë obligime që Kosova duhet t'i kryk. Mesazhi shkon të drejt për klasën politike, po natyrisht edhe për opozitën edhe për qytetarët, mesazhet ishin shumë të qarta. Analisti Donik Stallova konsideron se ardha e Bidenit në Kosovë dhe Serbi do të kontribuojë dialogut për normalizimin e dy vendeve.
Në Kosovë dhe Serbi, Bajdeni ka ardhur për t'i dhënë një shtytje të re dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Pra Kosova dhe Serbia do të futet në një fazë të re të normalizimit të marrëdhënieve dhe besoj një, po themi kushtimisht, presion i ri i shebave mbi Kosovën dhe mbi Serbinë do ta çojë, do të jap një tjetër intensitet dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Biden para vizitës në Kosovë ka vizituar edhe Serbinë dhe nga atje duke shprehur rëndësinë e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Vizitën e zëvendës presidentit Amerikan Joe Biden e kanë mirëpritur qytetarë të shumt. Sipas tyre, kjo është ditë historike për shtetin e Kosovës, por ka dhe të tillë që kanë mesazhe për numrin 2 të Amerikës. Flamujtë të shtetit të Kosovës dhe ati amerikanë janë bërë bashkë në sheshet e Prishtinës. Kjo me qëllim të nderojnë vizitën e zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Qytetarët e Kosovës kanë mirëpritur këtë vizitë duke thënë që kjo vizitë i hap rrugën evropiane shtetit të Kosovës. Muhadin Halili thotë se vizita e Biden në Kosovë ka pasur qëndrime të qarta dhe mesazhe që SBA-ja është për krah Kosovës në çdo hap të saj. Ka me qëndrime të qarta që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështetin Kosovën. E posa që është në mbështet Kosovën në ato aspekte ku kongecit. Se sa e rëndësishme është kjo vizitë e Biden në Kosovë dhe se si u përcëllën mesazhet e njeriu të dytë në Amerikë, na thotë edhe Arsim Dajaku nga Prishtina. Vizita e tij është e rëndësishme për bashkimin e opozitës, me konë gjithë bashkë, edhe më ul një vend me vendos se ku më problemi, edhe mos më shfrytëzo këtë kohë për parti politike edhe për interesa politike. Qytetarët gjithashtu pranojnë që prania e Shteteve të Bashkuara i ndihmon procesit të Kosovës të ecë në vazhdimsi. Se thot një fjalë popullore, prej vijën ka shka ujtë. E tash ujtë për shkanë që ta kapën ato ta me prej vijën. E na muj me prej vijë dhe kapën nuk shka ujtë. Por jo të gjithë mendojnë njësoj. Fjalimin e zëvendës presidentit të Barack Obamës për çështjen e demarkacionit dhe asociacionit me shumicë të komunave serbe, Nazev Kosumi e sheh pak më ndryshe. S'mune taj me ditë më mirë se na ku kem na kufinin ose ku jem ku dohet më kanë kufini. Na i kemi me që i kemi tana të mënyra, po që shtojnë mik për në punë shtëpisë mos mu përzije. Joe Biden gjatë vizitës së tij në Kosovë, përveç që pati takime me liderët më të lartë institucional, ai mbajti fjalim edhe në kampin e Bonstillit për të marrë pjesë më pas në ceremoninë e përurimit të rrugës nacionale Ferizaj Gjilan e emëruar në emrin e djalit të tij, Beau Biden. It was a beautiful day. Nga regjia na bëjnë me dije që kronika për rrugën nacionale që lidh Gjilanin me Ferizajin është emëruar sot zyrtarisht me emrin Joseph Beau Biden, në nder të djalit të tij të ndjer zëvendës presidentit amerikan Joe Biden. Ju ftojmë ta ndiqni. Çdo antar i familjes së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden, nip as tërnip, do të vazhdojë traditën e ardhjes në Kosovë. Këtu ata kanë një memorial që është ngritur për djalin e kësaj familje, tashmë të ndjerin Beau Biden. Ky është një zotim që ka bërë sot Joe Biden pasi i emocionuar ka shprehur falënderimet për memorialin dhe emërtimin e rrugës nacionale Gjilan Ferizaj me emrin e të birit. Miku i kamotshëm i Kosovës, posa ka arritur në Sojev tek kampi i Bonstillit, ka shkuar tek pllaka përkujtimore e djalit të tij. Pllakë kjo që shpreh mirënjohjen e popullit të Kosovës për atë që Beau ka bërë për ta. Biden ka folur me emocione për djalin e tij, duke thënë se ai ka qenë i dashuruar në Kosovë, njëjtë sikurse vet ai. Ky është një çast edhe i ëmbël edhe i thtë. Jemi mirënjohës të përullur dhe të prekur për këtë që keni bërë, por e vërteta është se unë kam vizituar këtë vend shumoti dhe kam besuar shumë thellë në premtimin dhe prosperitetin e këtij vendi. Beau ka punuar shumë për të trajnuar gjykatët se prokuror vendor, atëherë kur plagët e luftës ishin shumë të freskëta dhe sistemi i drejtësisë ishte i prishur. Ai u pat dashuruar me këtë vend njëjtë siç u pata dashuruar edhe unë. Biden ka kujtuar edhe një thënie të djalit të tij se mbi ligjin nuk mund të jetë askush, as njerëzit, as bizneset, institucionet e as zyrtarët. Kështu ai ka porositur që puna për forcimin e ligjit dhe shtetit në Kosovë të vazhdojë. Falënderim të madh për Beau Biden ka dhënë edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi. Ai ka thënë se Beau ishte amerikani i parë që ka shërbyer në Kosovën e pas luftës. Beau Biden i ndjer për ata që nuk i din, po që është djali i zëvendës presidentit Biden, është një nga amerikanët e parë që kanë shërbyer me zell dhe me dashuri në Kosovën e pas luftës. Beau, si një jurist i ri,
dhe shumë entuziast. Ai ka ndihmuar që të ngritin kapacitetet e parë të sundimit të ligjit. Presidenti tha që ka folur edhe për punët që duhet t'i bëj Kosova, duke thënë se caktimi i kufirit me malin e zi nuk na bën humbës të historisë, por fitues të mëdhenj. E mirënjohje për debirin e zëvendës presidentit ka shprehur edhe kryeministri Mustafa. Ai ka deklaruar se emri Bo dhe mbiemri Biden nënkuptojnë fjalën mik për çdo kosovar. Për shkak karakterit të tij luftarak për jetën është simbioze përpjekjes për mbijetesë kosovare. Për shkak se emri i tij Bo dhe mbiemri i tij Biden mishrojnë kuptimin e mikut të çdo kosovar. Dr. Biden, faleminderit që keni nderuar popullin tim me ardhin e juaj në Kosovë. Pas përfundimit të kësaj ceremonie, zëvendës presidenti Biden me familjen është nisur për në aeroportin e Prishtines për të kthyer në SBA, ndërkaq aty e ka përcjellur kryetari i kuvendit, Kadri Veseli. Deputetët e vetëvendosjes nuk kanë marrë asnjë përgjigje lidhur me 2 kërkesat për interpelanca që ja kanë bërë kryeministrit Isa Mustafa qysh me 13 korrik. Në mungesë të përgjigjes, kryesia e kuvendit në mbledhjen e fundit ka vendosur që interpelanca të futen si pika të fundit të rendit të ditës në seancën e parë plenare. Kërkesat e vetëvendosjes për 2 interpelanca ndaj kryeministrit Isa Mustafa janë adresuar qysh me 13 korrik. Prej atëherë vetëvendosje nuk ka marrë asnjë përgjigje nëse shefi i qeverisë është i gatshëm që të paraqitet në kuvend për të dhënë ose jo shpjegime rreth situatës politike në veri të vendit dhe për kodin telefonik. Dhe në mungesë të një përgjigje nga ana e tij, kryesia e kuvendit të Kosovës në mbledhjen e fundit ka vendosur që interpelanca të mbahen qysh në seancën e parë plenare. Naim Jakaj, koordinatori i grupit parlamentar të vetëvendosjes brenda kuvendit të Kosovës, ka thënë përmes emailit për Tribuna Channel se këto kërkesa janë vënë si pika të fundit të rendit të ditës së mbledhjes plenare. Nga data e dorëzimit nuk ka pas asnjë përgjigje për të 2 çështjet, por kryesia e kuvendit në mbledhjen e mbajtur me datën 10 gusht 2016 i ka radhitur në rend të ditës, pasi që me rregullore është përcaktuar që nëse kryeministri nuk përgjigjet në çështjen për të cilën thirret në përgjegjësi, atëherë interpelancat vijnë si pika të fundit në rendin e ditës së mbledhjes plenare të kuvendit, që është në zhvillim e sipër. Sekretari i kuvendit të Kosovës Ismet Krasniqi ka thënë përmes telefonit se është e vërtetë që janë në pritje 2 interpelanca me kërkesë të deputetëve të vetëvendosjes. Interpelanca e parë kërkuar nga deputeti Visar Ymeri, i mbështetur nga 7 deputet të tjerë, ka të bëjë me kodin telefonik shtetëror të Republikës së Kosovës, derisa e dyta është kërkesa e Ismail Kurteshit me 10 deputet të tjerë, e cila ka të bëjë me situatën aktuale politike në pjesën veriore të Kosovës. E rregulloria e kuvendit e parashet që kryeministri ose ministri është i detyruar që ta shqyrtojë mocionin brenda 7 ditësh. Nëse qeveria brenda këtij afati të parapar nuk dërgon përgjigje për interpelancë, atëherë ajo vihet pikë e fundit e rendit të ditës së mbledhjes plenare të kuvendit. Neni 44 i kësaj rregullore thotë se kuvendi nuk mund ta refuzojë vënien e interpelancës në rendin e ditës përveç në rast se ajo nuk i plotëson kushtet formale të cilat kërkohen në rregullore. Dorëheqja e Adem Grabovcit nga pozita e shefit të grupit parlamentar të PDK-s ka bërë që sot gjatë ditës të përmendej emri i Zenon Pajazitit si zëvendësues i tij, por vetë Pajaziti ka mohuar që me të jetë biseduar për këtë çështje. Dorëheqja e Adem Grabovcit nga pozita e shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka bërë që ky grup parlamentar përkohësisht të mbetet pa udhëheqës. E në media është përmendur se zëvendësuesi i tij do të jetë Zenon Pajaziti. Për Tribuna Channel vetë Pajaziti nuk ka dashur të komentojë për këtë çështje, duke thënë se nuk ka pasur takim për këtë çështje dhe nuk do të ketë as sot. Nuk ka pasur takim për këtë çështje as dje dhe nuk do të ketë takim as sot. Andaj nuk do doja të komentoja çështjen e emërimit tim si shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Tribuna Channel ka provuar të kontaktojë edhe zyrtarët e tjerë të Partisë Demokratike për këtë çështje, por një gjë e tillë ka qenë e pamundur. Shefi i grupit parlamentar i koordinon aktivitetet dhe qëndrimet e partisë në kuvend. Ai marr pjesë në mbledhjet e kryesisë së kuvendit dhe në seancën plenare shpesh shpreh qëndrimin unik të grupit që përfaqëson. Punëtorët e Ferronikelit janë të shqetësuar për situatën e krijuar brenda në fabrikë tash e sa muaj. Ata kanë mbetur pa kontrata pune që nga 30 qershori dhe ende nuk dihet nëse do të rikthehen në punë. Kjo pasi menaxhmenti nuk ka sqaruar se çfarë do të bëhet me ta, ndërkohë sot është mbajtur edhe një mbledhje.
Sindikata punëtorëve të fabrikës Feronike Ledrenas edhe sot kanë mbajtur një takim me menaxhmentin për të diskutuar për gjendjen brenda fabrikës, me thekste veçantë për kontratat e punëtorëve. Mirëpo edhe në këtë takim nuk është arritur ndonjë marrëveshje sa i përket çështjes së prodhimit dhe punëtorëve. Donse televizioni mëson se ky takim nuk është mbajtur brenda Feroniklit, në të ka marrë pjesë edhe kryeshefi ekzekutivi Kavadarcit e Maqedonisë. Feminika, përfaqësuesi punëtorëve të kësaj fabrike, përmes telefonit i ka thënë televizionit se situata nuk ka ndryshuar dhe nuk është marrë ndonjë vendim për punëtorët. Nika konsideron se punëtorët nuk mund të largohen nga puna pasi nuk ka një vendim për largimin e tyre. Kjo gjendje e krijuar tash e sa muaj po i mban pezull punëtorët e kësaj fabrike. Ata shprehen të shqetësuar me situatën në të cilën kanë hyrë. E shkast për këtë gjendje po konsiderohen dy kërkesat kryesore për të cilat menaxhmenti nuk rifillon prodhimin e me këtë edhe largimin e punëtorëve. Mundësia që i zhdën nga zyra rregullatorit për energji për të marrë rrymë edhe jashtë Kosovës si operatori privilegjuar nga kjo fabrikë konsiderohet se diçka nuk ju krijon lehtësira marrë parasysh aspektin infrastrukturor. Kurse për minierën e Glavices, Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk u ka dhënë leje. Para më shumë se një muaj televizioni ka kërkuar përgjigje në pyetjen lidhur me këtë minierë dhe ka kontaktuar vazhdimisht, po ende s'ka marrë përgjigje. Ndërsa sot është zhvilluar një mbledhje e brendshme në këtë agjenci kundër temat që u diskutuan ishte edhe situata në Feronikel. Pavarësisht interesimit të televizionit, zëdhënësi i kësaj agjencie nuk ka dhënë përgjigje. Përderisa në Feronikel është ndalur prodhimi, në minierën e Glavices Zeha bartet në Feni Kavadarcit të Maqedonisë. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hysseni në rajonin e Pejës ka prezantuar disa të dhëna lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, përdorimin e drogave si dhe terrorizmin. Nga prezantimi si fenomen shqetësues u ngrit përdorimin e rritje i substancave narkotike nga të rinjt, ndërsa për radikalizmin dhe ekstremizmin, Hysseni theksoi se siguria ka bërë që 11 muaj të fundit qytetarët të mos i bashkohen vatrave të krizave. Numri i përdoruzve të substancave narkotike në Kosovë është i lartë dhe mjaft shqetësues. Moshat të rinjeve 16 dhe 17 vjeç janë kryesisht përdoruz të këtyre substancave, por ka pasur raste ku janë identifikuar edhe personat të moshës 12 vjeçare. Këto të dhëna janë prezantuar nga Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hysseni në një tryezë në rajonin e Pejës, ku temë diskutimi ka qenë parandalimi i trafikimit, përdorimi i drogave si dhe radikalizmi e ekstremizmi i dhunshëm. Sipas Hysseni, trafikimi me qenie njerëzore është në nivelet të njëjtë me vitin 2015. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit në fushën e trafikimit me qenie njerëzore konfirmon nivelin e njëjtë për Kosovën, në të cilën ka qëndruar edhe viti që shkoi. Përkundër faktit që Policia e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme janë vlerësuar lart për masat që kanë marrë, mund të konstatojë se gjykata dhe prokuroria nuk e kanë kryer punën si duhet, ka thënë Ministri Hysseni. Ministri Hysseni foli edhe për radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm që shpihen në terrorizëm. Sipas komunikatës, ai ka përmendur faktin se në bazë të dhënave të policisë së Kosovës që në 11 muaj nuk kemi të regjistruar raste të shkuarjes së qytetarëve tanë në vatrat e krizave dhe kjo sipas tij ka ardhur si rezultat i punës që ka bërë Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës, por në veçantë punës që kanë bërë këshillat për sigurinë në nivel të Kosovës. Qëllimi i këtyre tryezave që po bëjmë në këto rajone këto ditë është të ngrisim dërgjegjen në të gjitha shtresave sociale, bashkësive fetare, shkollave e familjeve tona për rëndësinë e parandalimit të këtyre fenomene para se të bëhet një problem i madh. Kërkojmë nga ju si këshilla për siguri që të bëni fushata aktive vëdisuese në mënyrë që të parandalojmë këtë dukuri shqetësuese për shoqërinë e përgjithësi, ka theksuar Hysseni, thuhet në komunikat. Situata e përgjithshme e sigurisë në rajonin e Pejës u vlerësua mirë dhe nuk janë shënuar incidente të rënda për këtë periudhë të raportimit të këtij viti. Shpella Agadimes, e cila është vlerësuar si një ndër monumentet me rëndësi të veçantë për shtetin e Kosovës, ka mungesë të financave nga ana e institucioneve shtetërore. Kryeshefi i agjencionit për mjedis hapësinor tregon që ambasada franceze ka shprehur interesimin e saj vullnetar për të ndihmuar restaurimin e kësaj shpelle. Por tash është koha që institucioneve të Kosovës të drejtojnë syt ka mbështetja financiare e kësaj shpelle. Kosova me veçoritë e saj çdo ditë më shumë po zgjon interesimin e vizitorëve të huaj. Shpella e Agadimes është një ndër atraksionet natyrore e cila me ndihmën e ambasadës franceze ka marrë një dimension tjetër nga ajo që kishte dikur. Vendi në të cilin gjendemi është hyrja e shpellës së Agadimes. Shpellë kjo e cila rangohet në listën e 4 shpellave më të veçanta në botë. Gjitha shpellat që ai kam vizituar në Francë, veç një ka qenë e mermerit. Pra gjitha kanë qenë gëlqërore, pra kryesisht
Ne e kemi shpellën shumë më të mirë se shumë shtete të botës, por që më herët nuk kanë ditë ta menaxhojnë në mënyrë profesionale, kurse ta shpreh që është në kuadër të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, na kanë ndihmuar shumë vizita në Francë dhe këtë përvojat janë aty pru këtu mrena shpellën e Gadimës, që me kalu edhe vizitorë sa më mirë edhe më kënaqsh me bukuritë e këtij marrëgatitori të veçantë. Përpas kësaj ndihme, ambasada e Francës ka kontribuar edhe në restaurimin e kësaj hapësire rekreative për vizitorët. Elir Morina, kryeshefi i Agjencionit për Mjedisin Hapësinor, ka deklaruar për Tribuna Channel se kjo shpellë përpos vështirësive që kishte dikur me çështjen e pronësisë, tani ka problem edhe me financa. Ai kërkon vëmendje nga institucionet e vendit, respektivisht nga Ministria e Financave. Agjencia e Mjedisit ka arrit pa ndihmën e qeverisë dhe ndonjë mjet financiar me mjetet që ka pas, sepse gjitha mjetet që mirën për bileta shkojnë në qeveri dhe ato nuk i marrin. Kemi arrit të arrijmë këto suksese, mirë po tani më ka ardhur momenti kur është e nevojshme që sidomos Ministria e Financave ta shkrijë pa kryt dhe në buxhetin e vitit 2017 të lejoj të paktën rrogat e punëtorëve të cilët ende i kemi me kontrata mbi vepër ose kontrata të veçanta. Vizitorët të shumt kishin vendosur që pazitën ta kalojnë duke parë kristalet të kësaj shpelle. Ata u ndanë të manitur me bukuritë e saj. Vallai kjo shpellë, kjo përsëri krejt shqiponja, krejt fantazi, se kisha besuar se çaq e mirë. Smush me marrë me men. Shumë më pëlqen myfshet, që harta e Kosovës, Shqiponia, shumë mirë. Valon Zymeri, koordinatori i shpellës së Gadimës, tregon se gjatë periudhës janar-agusht ka pasur afër 26.000 vizitorë. Numri vizitorëve është rrit, për shkak se tash edhe që janë ardhur qytetarët tonë që jetojnë në Mërgat. Dhe kem rrit edhe orarin e punës tash ekstra për ta, e kem vënë të deri në ora 18. Punojmë të çdo ditë javës, edhe shtunave, edhe të dielave. Për të hyrë brenda në këtë shpellë duhet paguar. Pagesa nuk vlen për të gjitha kategoritë, pasi të liruar janë personat me nevojat e veçanta dhe personat të cilët identifikohen si veteranë të luftës. Ideja gabimit gjuhësor ishte ligjërata e cila hapi ditën e dytë të seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, të ligjëruar nga profesori Bardh Rugova. Në ligjërat ishin të pranishëm albanolog të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Në objektin e Fakultetit të Filologjisë u mbajt ligjërata e dytë e seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Dita e dytë e seminarit filloi me ligjëratën Ideja e gabimit gjuhësor, ligjëruar nga profesori i gjuhës dhe kulturës shqipe Bardh Rugova. Në këtë rast profesori Rugova tha se shkenca e gjuhësisë nuk e njeh fjalën gabim dhe secila gjuhë ofron mundësinë e prodhimit të fjalëve të reja. 83% të anketuarve të përballur me pyetjen çfarë është gjuha standarde, duke pasur mundësinë e zgjedhjeve mes 3 varianteve, gjuhë e vërtet, varianti i mirë i gjuhës dhe një nga variantet, janë përgjigjur gjuha e vërtet. Kjo është pasojë e propagimit të vazhdueshëm se gjuha e njësuar letrare vitit 1972 është gjuha shqipe e të tjerat janë shkallë nga norma. Ai tha se kërkimi i gabimeve gjuhësore në tekste dhe paraqitja e tyre si gjetje studimore është shumë e lehtë dhe nuk është as pak objekt studimi i gjuhësisë. Studimet gjuhësore janë më të komplikuara se aq. Realizohen me metoda të mundimshme e të lodhshme për të përshkruar gjendjet gjuhësore dhe për të parashikuar këto dinamika të zhvillimit të gjuhës. Shumë shpesh janë të mërzitshme. Duan shumë durim, se e tillë, e komplikuar dhe mërzitshme është shkenca dhe pikërisht për këtë edhe është aq interesante. Ndryshe, sesionet e referimeve në edicionin 35 të seminarit do të mbahen për 2 javë rresht, ndërsa ligjërata e parë e referimeve u ligjërua dje nga shkrimtari Sabri Hamiti me temë mësimi letërsisë. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare. Më së 80.000 njerëz janë evakuuar për shkak të zjarreve të fuqishme në pjesën lindore të Los Angelesit në shtetin amerikan Kaliforni. Guvernatori i këtij shteti Jerry Brown ka shpallur gjendjet e jashtëzakonshme, ka njoftuar autoritetet lokale. Janë të rrezikuara afro 34.000 shtëpi, ndërsa gjendje e rëndë mbretëron në rajonin San Bernardino, që është 100 kilometra në lindje të Los Angelesit. Disa ndërtese janë shkatruar, ndërsa në luftën për ndaljen e stuhisë së zjarrit janë përfshirë agjencitë shtetërore të Kalifornisë. Autoritetet kanë urdhëruar evakuimin e më së 80.000 banorëve, ndërsa është mbyllur një autostradë kryesore.
Autoritetet në Turqi planifikojnë lirimin e afro 38.000 personave nëpërmjet të ashtu quajturit lirimin mbikëqyrë për ta zbutur mbi ngarkesën në burgje për shkak të arrestimeve pas përpjekjes së dështuar për puç. Ministri i Drejtësisë së Turqisë Bekir Bozdagh ka shkruar sot në rrjetin social Twitter se është miratuar një dekret i qeverisë për lirim. Burgjet e Turqisë aktualisht ishin të mbipopulluara dhe para goditjes së autoriteteve turke për shkak të grushtetit. Pas puçit të dështuar janë arrestuar më së 35.000 vetë, ndërsa 10 mira të tjerë janë suspenduar nga puna e tyre. Për puçin e dështuar, autoritetet e Turqisë fajsojnë klerikun islamik Fethullah Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Gülen e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi. Gjatë puçit të dështuar më 15 korrik, janë vrarë afro 240 persona. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.